Përshëndetje nga sofra shqiptare. Për këtë bajram kam sjell recetën e poçës tradicionale me peta të hapura në shtëpi dhe kofsha pule. Përgatitja e thjeshtë bëhet shumë e mirë. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e poçës. Jam duke përgatitur me peta të përgatitura vetë në shtëpi. Kjo është një ndër mënyrat më të mira dhe më të shijshme të cilat del në çdo shtëpi përgatitet për festën e Bajramit poçë. Andaj unë zgjolla sot këtë recetë. Besoj se kam ju pëlqyer, nëse e provoni dhe asnjëherë nuk keni për ta ndruar këtë recetë. Në fillim i shtojmë 2 vezë. Këto mose janë përshtatshme për një tepsi me numër 40-42 është mjaftueshëm. Ja shtoj një gotë 200 ml shmekos. Vezët janë të masisë si kësaj. Dhe ja shtoj një filxhan me vaj. Pak përbërës na nevojiten për përgatitjen e poçës. Dhe me një tel kuzhine mosën vetëm se e rrohi mirë derisa gjithë përbërësit bëhen në një mos të njëtrajtshme. Mjaftueshëm është bërë përzierja. Tash e shtoj na millin. Mill do na duhen dikon 400-450 gram. Mi po shtojmë pjesë dhe në këtë mënyrë e kontrollojmë trashësien, duhet na del një bromë si baklavës. Shtojmë një luftë mesme me krip dhe gjysmë paketimi me pluhur për pjekje. Dhe mosën direkt fillojmë që ta punojmë me dorë. Shtoj miell e punoj. Duhet del brumi i butë, jo i fortë, sepse më e mirë do del poça, kur është brumi i butë. E punojmë kështu derisa largohet brumi nga dora. Pra nga ky brum do fitojmë 25 kuleç. Kam punu brumin, ka dalë një brum si brumi i baklavës. Tash e mbuloj me inën ku ndodhet brumi dhe laj që brumi të pushoj në ambient dhome për gjysmë ore 40 minuta. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, e largohet nga ina. Hedhi pak miell, tavolin, kaloj brumin, është bërë një brum shumë i mirë, pasi ka pushuar. Tash brumin e rrokollisim kështu. Punoj. Dhe ndaj në 25 pjesë të barabarta. Secilës pjesë pas ndarjes ja japim formën e kulaçit. Munduhem që kulaç t'i bëj më të lëmuar, kështu, hedhi miell sa herë që të ka nevojë. E forma rrethore, në mënyrë të njëjtë veproj me gjitha. Gjithë kulecët e formuar i kam vendosur në një tepsi të lyer me vaj, sipër i vendosi folij me lloni kulecëve, kështu, dhe sipër folijës ja vendosi një pecek kuzhine dhe i la përsëri të qëndrojnë në ambient dhome për 30 minuta. Kulecët kanë pushuar, tash filloj që të bëjmë hapje, marrim kështu një nga një. Dhe i hapim me një sheste. Gjithsej një sheste do na duhet dikon 300-350 gram. Asnjëherë nuk dihen masat fikse, se sa një sheste. Hedhim kështu dhe hapim në një masi sa pjata. Munduhem që t'ja formën rrethore, pasi jam duke i vendosur këto peta në një tepsi rrethore, qoftë si përdori tepsinë drejt kançe, tepsinë e shporetit elektrik,
Tërë do munduhem që t'ja formën një 4 ora apo drejt kangë. Dhe si se shmjaftueshëm. Dhe petat e hapura I vendosim në një pjatë. Kështu. Si për secilës, kur ta vendosish, hedhi pak një sheste. Në mënyrën e njëjtë, vazhdoj tutje me gjitha, duke I hapë në masit të njëjtë dhe duke I vendosur të pjata. Kështu. Hedhim një sheste, gjatë hapjes, brumin e kthejmë her nga njëra anë, her nga tjetra. Mjaftueshëm është. E vendosim kështu, 25 kuleçet I hapi dhe gjithë petat I vendosi njërën mbi tjetrën, duke I ushtruar një sheste. Në mënyrë të njëjtë vazhdojnë tutje me të gjitha. Kam hapur të gjithë petat dhe I kam vendosur njërën mbi tjetrën. Ja vendosi një folin nayloni si për një pecetë kuzhine dhe I lëm kështu që të pushoj përsëri në ambient me dikon rreth 15 minuta. Pasi kanë pushu petat e hapura, fillojmë që të bëjmë hapjen e tyre. I hapim kështu paralel si që janë të gjitha. Largojmë nga pjata. Marrim shkopin dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Gjatë hapjes, brumin e kthejmë her nga njëra anë, her nga tjetra, që të hapen paralel. Munduhem që t'ju jap formën rrethore. Ndohen flet, shefni dhe vetë, nuk ka nevojë që t'i hapim një nga një. Vërtet, kjo recetë ja vlen me provu, e sidomos gjithë ato motrat cilat janë fillestare në kuzhinë, shumë lehtë do ja dalin me këtë recetë për përgatitjen e poçës. Tash I hapim në masi e tepsijës. Nuk ka nevojë që t'hedhim një sheste njëherë. Se ka nevojë më pas, shtojmë vetëm pak. Kështu në këtë mënyrë, her nga njëra anë, her nga tjetra, bëjmë hapjen, duke I hapur në masi e dëshiruar. Kam hapë në masi e dëshiruar masën, tash e vendosim në tepsinë, si që kam cek, tepsia është në numër 40 dhe tepsia nuk keni nevojë që ta lini më gjallë pa në vaj. Vendosim kështu. Dhe munduhem që ta përhapi gjithë tepsinë. Mjaftueshëm është masia. Tash e marrim një pjatë dhe vendosim në mes, do e preni një mënyrë pak më ndryshe se zakonisht, do del shumë bukur. Bëjmë një formë rrethore në mes, do dalin edhe më shumë pjesë nga kjo mënyrë e prerjes. Do të keni më shumë
persona për sillën e Bajramit apo për drekën. Me largojnë pjatën. Tash filloj që të bëjmë kështu trekëndshë. Një trekëndshë për një person është mjaftueshëm. Tash dhe mesin dhe prejmë kështu, me fillon në 4 pjesë. Se cilën pjesë në 2 pjesë të barabarta, në këtë mënyrë të fitoni më shumë pjesë nga një tepsi, për më shumë persona do jetë. Pasi kam bërë prerjen e poqës, sipër i shtoj gjalp. Këtu kam 350 gram me gjalp të shkrirë. Mund të përgatitni me puter, me t'lyn, apo me margarin, vetëm se me vaj nuk bën. E kam shkryer gjalpin mirë dhe e kam lënë të ftohet. Nuk ja hellni plotësisht të nxehtë. Kështu lug munduhem që ta përhapi në përgjithë sipërfaqen e poqës. Do e merr kështu, gjatë kohës që do ja hedhi, me njëherë. Këtë mënyrë e përhapim gjithë gjalpin mbi sipërfaqen e poqës. Në fillim nga rast, kështu nga qoshet, më pas mesit i hedhim. Kam përhapur gjalpin sipër, gjalpin e ngelur në fund të enës nuk ja kam hedhur. Tash poqën do e fus në furrë të nxehtë, e kam nxehtë furrën në 200 gradë. Dhe në momentin që do e fus në pjekje, do e uli temperaturën në 140 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 1 orë e gjysmë rreth 2. E kontrolloni gjatë pjekjes. Derisa poqa është në pjekje, ne bëjmë zirjen e mishit. Kësaj radhe kam vendosur që këtë poqë për Bajram ta përgatis me kofsha pule. Këtu kam 2 kg me kofsha pule, cilave ju kam largu lëkurën, i kam pastru mirë me ujë dhe i kam vendosur në tenxhere. Hedhi ujë në tenxhere derisa ta mbuloj nivelin e mishit. Dhe në temperaturë mesatare ju jap kofshave të pules një val. Kanë marrë kofshat një val, ja largojna ujin e partash. Tenxherën përsëri e kthej në zjarr, i shtoj një lugë gjysmë gjellës me vege dhe shtojna ujë derisa ta mbulojna nivelin e mishit. Ja tushëm është. Tenxherës ja vendosi kapakur dhe në temperaturë mesatare i zi kofshat e pules për 30 minuta nga momenti që fillojnë të vlojnë. Kofshat janë zier për 30 minuta, tash i largojna nga zjarri, ja largojna këtë shkumën e formuar sipër dhe do bëjmë pjekjen e kofshave. Kofshat i kam kalu në tepsin kam vendosur letër për pjekje, tash përgatis masën për lyrjen e tyre, shtoj një lugë të mesme me biber të kuq dhe ja shtoj rreth 60-70 ml me vaj, përzi masën kështu me anë të një brushe dhe me masën e përgatitur i lyjm kofshat sipër. Dalin më të bukura dhe më të rreshkafta, më të shishme. Kështu në këtë mënyrë i lyjm gjithë kofshat. Dhe kofshat i fus në furrë të nxehtë 250 gradë derisa të rreshkohen, dikon rreth 10 ose 12 minuta.
Paça, shpjek e kam largu nga furra, qofse ju e përgatitni më parë pacën, atëherë vetëm e vendosni në furrë që të nxehet mirë. Tash e shtojna lëngun për zbutje. Paça është valë nxehtë, lëngu është valë nxehtë. Shtoj kështu. Ndohem çdo pjesë ta zbos me lëngun e mishit. Vërtet, përgatitja është shumë e thjeshtë si që vëreni dhe fitoni një pacë shumë të mirë. Ja hedhim dikun 3-4 garushta kështu me lëng. Ju mund të shtoni edhe më pak nëse e doni pak më të fortë, po mua më pëlqen paqja tjetë më e butë. Mjaftueshëm është. Tash pacën e kthejmë në furrë në temperaturë 150 gradë derisa të shtërret lëngu. Pasi pacën e kam kthej përsëri në zjarr që të shtërret lëngu, përgatisim masën që do t'ja hedhim sipër, pra duhet kos, mirëpo unë do përdori kështu kos greqie me 0% yndyrë, shumë mirë do jetë, sepse do rri ashtu kosi, nuk do e thirr paqja, do rri ashtu bukur, forma nuk do i prishet e kosit. Ju kos mund të shtoni sipas dëshirës, unë e kam 4 paketime, i kalojmë kështu në një. Si që vëreni kosi greqies është më i fortë. Kështu, kur të është me yndyrën 0. Kështu në këtë mënyrë i hedhim gjithë paketimet. Tash masës i shtojmë pak krep, shtojmë dhe thelbi me hudhër, to varet nga dëshira se sa doni, dhe masën vetëm se e përzi mirë e mirë. Paqës ju ka shtërur lëngu, tash do i pres që të bëhet pjekja e kofshave të bukurës. Dhe kofshat i kam largu nga furra. Tash kofshat i marr dhe i vendosit kështu në mes të paqës. Kam vendosur kofshat në mes të paqës, kosin e kam hedhur në shiringë dhe sipër, kështu, dhe ja kaloj paqës. Kështu në këtë mënyrë, ja vendosi gjithë kosin paqës. Do rri shumë bukur. Përgatisim masën që do ja hedhim sipër kosit, në një enë shtojna pak vaj, dikon rreth 70-80 ml, dhe vetëm se pak biber të koq, mund të përdorni edhe vaj ulliri nëse doni, dhe masën e fërkojmë vetëm për disa sekonda, duke e përzier vazhdimisht, dhe këtë masë do ja hedhim sipër kosit. Tash sipër ja shtojmë vajin dhe biberin e koq, kështu. Përkosim.
Dhe poqa është gati, ka dalë shumë e mirë. Besoj si u ka pëlqyer mu tra dashura mënyra se si përgatis unë poqe tradicionale me pejta të hulluara dhe me kofsha pule. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju falenderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare. Deri në recetën e radhës, urime festa e Bajramit.